Një telefon celular është kapur sot në burgun e Drenovës, i cili ka qenë në përdorim të Lajrit Haxhiut, i dënuar për disa ngjarje të rënda kriminale, përfshirë masakrën e Lushnjës. Telefoni është gjetur në sektorin ku Haxhiu po vuan dënimin dhe sipas hetimeve paraprake, dyshohet se është përdorur për të komunikuar jashtë burgut, duke mundësuar aktivitete kriminale. Ky incident ka ngritur dyshime për një rrjet të mundshëm të palishëm të komunikimit brenda mureve të burgut. Ky nuk është rasti i parë që Lajrit Haxhiu është lidhur me telefona celular të kapur në burg. Në korrik të këtij viti, një tjetër telefon ishte i gjetur në një sektor tjetër të burgut, duke shkaktuar një krizë të brendshme në sistemin e burgjeve. Si pasojë, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve mori masa drastike, duke shkarkuar drejtuesin e IEVP-s, Fatjon Fasho, dhe shefin e sektorit Sokol Kacoli. Kjo ngjarje kishte nxitur hetime të thelluara mbi mënyrën si të dënuarit po përdornin pajisje të ndaluara brenda institucioneve.